Pas videos së publikuar në rrjetet sociale ku shfaqet në një video pra një hoxhe kontrovers nga Shkupi, kreu i BDI Sali Ahmeti është prononcuar për të njëjtën, duke vlerësuar se videoja nuk ka përmbajtje kontestuese. Sipas Ahmetit, personi në fjalë është i rëndësishëm njëjtë sikurse çdo shqiptar tjetër, pavarësisht bindjeve që ka si person. Ai njeriu unë kam takuar për herë të parë dhe ai e filloi me moton e Pashkovasës. Pashkovasa është njëri nga rilindasit më të mëdhej, që nuk ndryshoi as fe, as identitet kombëtar. Ky ishte Pashkovas shkodrani. Dhe kur i pa shqiptarët që zihen për kisha dhe për xhamia, ai e bani thirrjen. Se edhe kisha edhe xhamia janë kulte të Zotit. Se besimtari i mirë mund ta kryej ritin e vet edhe në kish, mund ta kryej ritin e vet edhe në sinagogë. Në sqarimin e tij Ahmeti nuk e ka komentuar videon dhe mesazhin e videos në kontekstin e aktualitetit, por e ka ndërlidhur atë me thënien e rilindasit Pashkovasa. Kujtojmë se takimi dhe videoja e Ahmetit me imamin kontrovers e publikuar ditë më parë ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Një pjesë e komenteve rreth saj ka aluduar se ky akt është ofendues, ndërsa një pjesë e njerëzve kanë thënë se kjo është ulje dhe nënçmim për vet Ahmetin.